Turqia dhe Shtetet e Bashkuara po përpiqen të tejkalojnë pengesat që kanë ndikuar në bashkëpunimin e tyre në industrinë e mbrojtjes. Kjo u konfirmua nga një burim i Ministrisë së Jashtme turke pas takimeve të zhvilluara në Washington mes përfaqësuesve të lartë të dy vendeve. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan nisi një vizitë dyditore në SBA ku takua me sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe zyrtarë të tjerë amerikan. Në këtë vizitë Fidan pritet të kërkojë administratës Trump heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë dhe rikthimin e saj në programin e avionëve luftarak të gjeneratës së fundit. Vizita e kryediplomatit turk vjen në një moment kur Turqia po kërkon përmirësimin e marrëdhënieve me SBA-n, veçanërisht pasi periudhave të ftohtë gjatë administratës Biden, e cila kishte mbajtur distancë nga Ankaraja për shkak të afrimit të saj me Rusinë. Në administratën Trump, Turqia shpreson për një qasje më miqësore dhe rikthimin e partneritetit strategjik në industrinë e mbrojtjes. Gjatë takimit mes Fidan dhe Rubio, palët shprehën qartë vullnetin për të hequr pengesat që kufizojnë bashkëpunimin në këtë fushë. Sipas burimeve diplomatike, pritet të zhvillohen bisedime teknike për të adresuar sfidat ekzistuese dhe për të gjetur zgjidhje konkrete. Vizita e Fidan ndodhi gjithashtu në një moment kritik për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili po përballet me protesta të mëdha pas burgosjes së rivalit të tij politik, Ekrem Imamoglu. Kjo situatë e brendshme dhe përpjekja për afrimin me SBA-n janë treguese së strategjisë së re të Ankaras për të balancuar marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për të siguruar mbështetje në fushën e mbrojtjes.